Grida Duma ka realizuar një nga rrëfimet më të thella, më introspektive dhe njëkohësisht më njerëzore deri më tani gjatë bisedës së saj me Bora Zemani në Grida Duma podcast, duke hapur një dritare të rrallë mbi një fazë të rëndësishme të jetës së saj personale dhe emocionale. Një bisedë që nuk u ndal vetëm në përjetime individuale, por u shndërrua në një reflektim universal mbi rritjen, pjekurinë dhe guximin për të lëshuar atë që nuk të shërben më. Për herë të parë, Grida foli hapur për vitin që lam pas, duke e përshkruar atë si një periudhë të fortë qartësie dhe çlirimi emocional. Një vit që, sipas saj, nuk ka qenë i lehtë, por ka qenë i domosdoshëm për të kuptuar veten në një nivel më të thellë. Për herë të parë nuk kam pasur asnjë siklet të lëshoj, u shpreh ajo, një fjalë e thjeshtë në dukje, por e ngarkuar me kuptim të madh emocional. Sipas Dumës, ky lëshim nuk ka ardhur nga lodhja apo dorëzimi, por nga një vetëdije e re për atë që ajo meriton dhe për atë që nuk është më nevojshme në jetën e saj. Ajo theksoi se për shumë vite, si shumica e njerëzve, kishte jetuar me idenë se mbajtja e gjithçkaje, marrëdhënieve, roleve, pritshmërive ishte shenjë force. Por me kalimin e kohës, kupton se forca e vërtet shpesh qëndron te aftësia për të lëshuar. Jo çdo gjë që mbahet është vlerë dhe jo çdo lëshim është humbje, tha ajo, duke sfiduar një nga besimet më të përhapura shoqërore. Atë që sakrifica e vazhdueshme është gjithmonë virtyt. Në rrëfimin e saj, Grida Duma foli edhe për ndryshimin e mënyrës se si i sheh marrëdhëniet njerëzore. Ajo shpjegoi se me rritjen personale vjen edhe një filtr i natyrshëm emocional, ku fillon të kuptosh se cilët njerëz dhe situata të ushqejnë dhe cilët të konsumojnë. Vjen një pikë ku nuk investon më përtej vetes. Gjërat rrin ose nuk rrin vetë, shpjegoi ajo, duke nënkuptuar se çdo raport që kërkon sakrifikimin e vazhdueshëm të vetes nuk është më i qëndrueshëm. Sipas saj, kjo fazë e jetës sjell një lloj paqeje të re, por edhe një qartësi ndonjëherë të dhimbshme. Është momenti kur nuk ke më nevojë të shpjegohesh për vendimet e tua, kur nuk ndihesh më fajtor pse zgjedh veten dhe kur nuk ke frikë nga boshllëku që mund të lërë pas lëshimi. Përkundrazi, ajo e përshkroi këtë boshllëk si hapësirë për diçka më të vërtetë dhe më të shëndetshme. Bora Zemani nga ana e saj e ndoqi dhe thelloi këtë linjë mendimi, duke e cilësuar procesin e lëshimit si një pastrim të domosdoshëm që ndodh në një fazë të caktuar të jetës. Ajo theksoi se ky pastrim nuk ka të bëjë vetëm me largimin e njerëzve apo situatave toksike, por edhe me heqjen dorë nga pritshmëritë e rreme, nga nevoja për të kënaqur të gjithë dhe nga presioni për të qenë gjithmonë e fortë. Sipas Borës, është pikërisht ky proces që sjell lehtësi emocionale, rehati me veten dhe një raport më të ndershëm me atë që je në të vërtetë. Biseda mes dy grave u shndërrua kështu në një dialog të hapur dhe shumë reflektues mbi pjekurinë emocionale, duke prekur një temë me të cilën identifikohen shumë njerëz. Momentin kur kupton se paqja e brendshme ka më shumë vlerë se sa çdo lidhje, rol apo situatë që të largon nga vetja. Një rrëfim që nuk synon të jap përgjigje të gatshme, por që fton secilin të ndalet, të reflektojë dhe të pyes veten se çfarë po mban ende, edhe pse ndoshta është koha ta lëshoj. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.